Zëvendës kryeministri dhe ministri e infrastrukturës është kërkuar që të arrestohet nga prokuroria e posaçme për të folur mbi këtë po themi ngjarje dhe aktualitetin në Shqipëri. Kam të ftuar në një lidhje direkte aktivistin e njohur Sadri Kortoçi. Zoti Kortoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe ju për kohën. Zoti Kortoçi, si e keni parë, duke qenë se ju jetoni në SBA, gjithë zhvillimet e fundit në Shqipëri, e sidomos kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut? Po, çdo gjë që ndodh në Shqipëri në vërtet, çdo shtremësi ke ligji, çdo padrejtësi është e lidhur me drejtësinë. Por unë deri sot s'e kam pa drejtësinë me godit në vërtet themelet e qeverisë. I është afruar shumë, por përderisa kupola kryesore e vendit nuk goditet nga drejtësia, përderisa edhe njerëz dhe thjesht, që janë njerëz thjesht që ballafaqohen me drejtësi nuk arrin me gjetë drejtën e tyre. Faj nuk është ke Balluku, nuk është ke Rama, ke Velie, faj është ke drejtësia. Se kur drejtësia kërcënohet, shantazhohet ose është e shantazhuar nga politika, atëherë politika mundet me bë korrupsionin, politika mundesh me bë autokracinë, domthonë çdo gjë detyron në duart e një elite të vogël që kontrollojnë si popullin edhe drejtësinë. Domthonë kur një qeveri, një kush, një elitë udhëheqësi që drejtojnë një vend arrin të kontrollojnë sistemin e drejtësisë, atëherë aty ka përfunduar çdo gjë. Ajo akuza që SPAK-u i bën Veliajt, kësaj Belinda Ballukut, zëvendës kryeministres, nuk janë akuzat e para që SPAK-u ka drejtu ke kryeministra. Faktikisht problemet që Belinda Balluku ka pas me tenderat, me raportet e rrugëve dhe të këtyre investime strategjike që janë bën sidomos në këto kohët e fundit që ka qenë ajo zëvendës kryeministre, si me Unazën, sikurse me tunelin e Llogaras. Partia që është opozicat, partia më e madhe e opozicës, Partia Demokratike, gjithmonë domon prej fillimit ka thënë që aty ka afera korruptive, pavarësisht se nuk kanë aq shumë fuqi në pasi dhe mediat kontrollohen nga krahu i Ramës, e kanë cekë edhe në parlament, domon është si edhe në parlament si aferë korruptive, edhe unazët e tërës edhe potush çdo investim që është bën të vitet e fundit që ka qenë qeveria e Ramës. Por askush si ka marrë parasysh. Si duket tash me ardhmën me ndryshimin e administratës amerikane, ardhjes në Trump në pushtet, gjërat kanë ndryshuar në raport edhe me Shqipërinë, pasi vetë krijimi i SPAK-ut, siç e ka propaganduar Rama që në momentet e para, ka qenë iniciativë e qeverisë amerikane në bashkëpunim me komunitetin evropian. Por a ka qenë SPAK-u në ato pozitat e duhura që të bëjë ta më një drejtësi reale për të gjithë? Unë besoj se deri tash jo, pasi dihen ato gjëra domosdoshmë që kanë ndodhur në to paktën këto 4-5 vitet e fundit, si me arrestimin e liderit Partisë Demokratike, që Sali Berisha që ka qenë në arrest shtëpiak për mëse një vit, e gjitha ato padrejtësi që ndoshta me qenë në një vend tjetër ku demokracia ekziston, populli thjesht do ishte ngrit, edhe pa tjetër që do kishte ngritën revolta domosdoshmë që nuk e imagjinon, sikur se ndodh sot në vendet që kena afër thjesht nga Polonia, Rumania, në të vendet që kanë qenë ish socialiste. Ndërgjegja e popullit shqiptar është ne
edhe unë jam pjesë e popullit shqiptar, si jam rritë në Shqipëri, domon ne na rrit me një diktaturë, na rrit me një ndjenjë që kena qenë të varfër vazhdimisht. Kur ka ardhur sistemi demokratik, po flasim në 90-a, ndryshimi i sistemit ekonomik, po flasim ke politika, ndryshimi i sistemit ekonomik nga një sistem i kontrolluar nga qeveria komplet në një sistem të lirë e një ekonomi kapitaliste, se cili qytetar, se cili antar i çdo familje mundohë me përparu, me dalja shteti, me hap biznise, me jetu, me bijetu, por mënyra se si në rrit në sistem të komunizmit, edhe ajo fryma vazhdoj edhe mas vitën 90, domon kur ti jem mësu vazhdimisht që me shku në punë, mos me bo punën tamam me vjedh diçka punës atje ku ke punu në ndërmarrje bujqësore, ku ke punu në fermë, ose ke punu në një kombinat ose një fabrikë, ose ke zyra. Ajo ndjenu për cilë edhe mas vitën 90, se secili në atë pozicionin e vetë, qëllimi i tij ishte që me përfitua ndoshta më shumë se sa i takon në atë vend pune. Domthon, këtu është një sistem domthon që e kena ndërtu vetë, populli e ka ndërtu vetë, edhe në fund kur vjen edhe vjedh kryeministri ose vjedh ministri ose vjedh zëvendës kryeministri, edhe populli pajtohet, pasi edhe populli që i ka zgjedhur ndoshta ata njerëz nuk është nëse do kisha atë mundësi, ndoshta edhe ai do kishe bo vetë. Prandaj pajtohen me çdo padrejtësi që bën edhe sistemi që është domon qeveria në fuqi, edhe ai antari thjesht i bashkisë ose ke çdo zyre e shtetit që shkojnë, pasi janë mësu domon, edhe thot edhe unë me qenë atë pozicion ndoshta do kisha bo kështu. Kështu që kur i shef të gjana domon është shumë e vështirë edhe me pranu për një njëri që ka sa dhe pak ndjenja ose adhetare, ose patriotike, ose vlera si njëri kur e shef një qeveri që ka pakten këto 12 vitet e fundit që në mënyrën ma masive, domon në çdo fond që ka ardhur nga jashteti, në gjitha taks, domon në gjitha fondet që kanë qenë të mbledhur si nga dogana, si nga taks paguesit, çdo gjë domon që ka, çdo sasi e lekut që ka ardhur në Shqipëri, që duhet me qenë mu investu në për sektor ndryshëm, si në mjekësi, në arsim, mbrojtje, kudo, si në çdo vend tjetër, aty janë vjedh masivisht gjitha fondet që kanë ardhur për fermert nga komuniteti evropian. Domthon, e shef një popull që vetëm kyçet në televizor kur fillon këto reality show Big Brother, se këtë Shqipëria me thonë drejtën është sikur Big Brother. Kur një popull e shef që ka qenë një shprehje u që gomari shifte ëndër duke hëngur gruan, por nga ana tjetër ishte duke ngrënë ujku. Kështu që aty domon punë s'ke, siguri nuk ke, çdo gjë është si më thon, nuk krahasosh asgjë me botën perëndimore, edhe një popull që vetëm rrin kafe edhe shef televizor Big Brother, është më shumë është interesuar ke historia e Big Brother dhe ke gjëra që as pak rëndësi nuk kanë as për familjen asnjënit, as për vlerat morale edukative, ndërsa kur shef anën tjetër që nuk e kanë sigurinë, nuk e kanë shkolla, nuk e kanë punësim, nuk e kanë të jetën e sigurt, nuk e kanë punën e sigurt, e nuk ngrihen as një moment, vetëm rrinë për kafe, atëherë edhe drejtësia është pjesa e popullit. Kjo është fatkeqësi për ne, në vërtet, unë kam menduar se domon nuk spesoj që duhet me pas në aferë korruptive përse tradhtisë kombëtare që mundet me ndodhë me ba një president ose një kryeminist ose zëvendës kryeministri. Tradhtia kombëtare do qusha ndoshta John Matron për një kom, por mënyra se si kanë vjedh masivisht, unë kam menduar domon që Iko Ahmetaj Warates dihej se afera edhe ai ka qenë i përfshirë në afera, por me aferën e Belinda Ballukut edhe me momentin që Rama mundohet mos ta lëshoj, aty domon kam besu se gjithaj popull
po a marr parasysh ngjyrat politike ka për të ngritë edhe me rëzu Ramën, por nuk unë se konceptoj dot se si një popull arrin me pranu domon që për gjithë të vite çdo gjë që çdo sigurimë shoqërore që ka dorëzuar shteti është vjedh edhe nuk i sigurohet asnjë për shërbim për cilat i ka paguar dhe pajtohet me të keqen. E ke domon një situatë komplet ndryshe në kufinin jashtë Shqipërisë në Kosovë që njerëzit reagojnë. Në të kenë në Serbi, domon një vend që ka qenë edhe ai është autokrat, vend autokrat, por të paktën kanë më shumë se një vit që studenta nuk rreshin, stalin protesta, por është këtu kene është e keqja se njerëzit edhe në Shqipëri ka studenta, po studenta në Shqipëri janë studenta që kanë linë çdo njëri mas viteve 90, ka një pagesë ndoshta shumë vogël që e morën nga prindit, se normalisht prindit detyrohen me pagu fëmijët e tyre mu shkollua, edhe pajtohen, domon kuptimin fjalës nuk se studenta duhet me qenë motori i lëvizjes në një vendi. Domon ajo është gjenerata e re që mundet me ndryshu sistemin në Shqipëri. Pa marrë parasysh se sa i vjetër është sistemi, nëse e shef që sistemi është i pa drejt ndaj qytetarëve, atëherë do të më ngritë. Në gjithë botë ngrihen studentat. Por studentat në Shqipëri nuk si duket, sikur thash, nuk kanë shumë fuqi, vetëm mbarojnë ato 4 vite edhe pretendojnë masnej me pas me ikja shteti, se thot Shqipëria s'ma hapi rrugën, por në vërtet rrugë do të me hap vetë. As kush Shqipëri ka qenë shpreha se gomare nuk ta nxjerr nga balta, përveç se vetvetes. Unë në vërtet flas me shumë njerëz që jetojnë në Shqipëri, gjithë shpresa është ke administrata e Trump, por administrata e Trump edhe çdo administratë tjetër që të vinë nuk kanë përtar Shqipëri edhe me thonë okay, ti ikin Rama të vinë X ose Y. Ata mbajnë një politikë domon mbikëqyrëse, mundohen me ndihmu domon kur shohin se një pushtet është kthy në një pushtet diktatur, autokrat, mundohen me nëpërmes mediave, nëpërmes ambasadave me dhënë si me thonë një sinjal ke populli që më ngrit kundër asaj qeverie, po në fundit fatin e vet shqiptarët duhet me zgjedh vet. Nuk mundet me thonë që Amerika do zgjedhë çdo gjë dhe ne kena shpresë se Amerika do heqin Ramën. Amerika sikur tash edhe para 2 ditë bilës me këto protestat që bën në Shqipëri me ngjarjet që ndodhen në parlamentin shqiptar, kishte kur CNN, domthonjë që është një nga kanalet, ndoshta më thonë një nga kanalet kryesore me Fox News dhe me këto, jep ngjarjet që kanë ndodhur, se në vërtet CNN më shumë merret me politikën e brendshme sa me politikën e jashtme, por kanë edhe momente që merren me politikë, domthonjë me ngjarjet që ndodhin në vende të ndryshme. Kishte fol për ngjarjet që kanë ndodhur në Shqipëri në raport me protestat, në raport në parlament domthonjë kundra korrupsionit, që është shumë gjë e mirë domthonjë kur arrin CNN domthonjë këto kanalet e Amerikës me kap këtë. Pastaj edhe gazetat, Washington Post dhe këto gazeta tjera kanë shpreh që qeveria Ramës është kthyer në një shtet mafioz, në një shtet narkotik, whatever, një shtet drogash. Në vërtet, Zoti Korto, që a besoni që mund të ketë një goditje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj zotit Rama, qoftë edhe duke shpallur non grata, se flitet shpesh edhe shumë fakt në Shqipëri që mund vi një goditje e tillë, siç ndodhi me zotin Berisha kur ishte administrata e Bidenit. Po, në gjë, non grata në gjë, non grata është një diçka që ndoshta edhe nuk, edhe sikur ai non grata është në të vërtet Edi Rama, se ka një vit që nuk ka bë asnjë lloj takimi me asnjë lloj administrate të Trumpit. A e dihet publikisht edhe qartësisht se administrata e presidentit Trump nuk i suporton partitë e majta, e sidomos partitë
këto qeveri që janë të korruptume e të lidhuna me drogën. Dihet fakti se si Venezuela sot është në shënjestër të një suni të papritur, se mund të më ndodh çdo moment. Pse? Se vendin e kontrollojnë drogat. E njëjta situatë është edhe në Shqipëri. Puna e nëngratës, sikur tash, edhe sikur ta morën nëngrata e prapë ka pushtetin. Problemi është që ambasada amerikane, megjithëse nuk ka akoma sot, nuk ka ne jena sikur në vend domethënë jena kena ngel sikur me qenë në një vend me legat, domethënë nuk ka të ambasador, akoma nuk ka ambasador Shqipëria. Çdo pjesëtar i administratës Trump që ka ardhur ose kanë bërë takime në Shqipëri, asnjë se ka takuar. Këtu duhet domosdoshmë ftofësia që ka administrata e Trumpit. Ky është mundu me anën tjetër me ble dhëndrin e Trumpit, por se duket edhe ai domosdoshmë nuk ka ndonjë forcë pushteti pasi çdo gjë, sidomos edhe me këto ngjarje që ndodhen me Epstein, Trumpi edhe për vete nuk është në një pozitë aq favorite, si më thonë, këtu as në partinë e vet, as ke Partia Demokratike. Kështu që goditja vetëm nëpërmes mediave, nëpërmes gazetave është sinjal, pasi sot edhe zona e Amerikës nuk ekziston. Se shqiptarë gjithmonë kanë dëgjuar zonën e Amerikës, por sot nuk ekziston, por ke mediat e huaja që flasin anglisht, edhe njerëzit e arrin me kuptuar domon kur sot nëpër mediat amerikane arrin me pasqyru ato proteste që bën Shqipëri, kjo është shenjë e mirë, pasi ti në administratën e Biden që Partia Demokratike për sa vite është ngrit, asnjëherë nuk është theksuar derisa arritën Blinken bashkë me ambasadorin amerikanë, arritën edhe kërkoshin, i thoshin Lulzim Bashti, mos u bëj dhunshëm se do të nxjerrim jashtëligjë dhe quhet parti e jashtëligjshme, parti e dhunshme. Në gjithë botën, demonstratat janë dhunshme, kanë djegje, ka thyrje, nuk uroj askush me pas vdekje, por në gjithë botën kur ka protesta duhet me ndodh vetvetiu, nuk duhet me ndodh kur thret partia. Ajo më duket gjëja më e gabuar, pasi kur thret partia ti e detruar, ndërsa nëse ti nuk e ndin vetë me dal me protestua, pa thirr partia, atëherë aty ka ndërgjegje, nuk ka thjesht urdhën partisë që ka qenë kohën e përparshme ose si në ushtri. Thjesht nëse ti je i pakënaqur me sistemin, nëse shef se ka pa drejtësi, do të më ngrit, nuk do të më prit partinë. E kur njerëzit arrin e nuk i shohin ngjyrat politike, Shqipëria ka përndryshuar, por që më bën shumë përshtypje, më bën fakti që gjithë këto afera korruptive nga partia që është sot në pushtet, asnjë s'po flasim qytetar thjesht, por këta njerëz që kanë pozita në administratën e Rams nuk del edhe me denue faktet e korrupsionit, ose me thonë që të paktën ne distancohem. Ajo nëse drejtësia e përnënson që ajo ka vjedh, e nëse Spaku kërkon arrestimin, edhe ne distancohem, por i shef në për studio televizive që vetëm dalin edhe mbrojnë të keqen, e mbrojnë hajdutin. Mirë ata që mbrojnë hajdutin, se nështë kanë edhe ata ato benefitet e tyre, kanë ato privilegjet e tyre, por populli thjesht, një popull nështë që është simpatizant i Partisë Socialiste edhe shef që është pa drejt. Pse nuk i bashkohet edhe ai opozicë me dalë kundra, me thonë që kjo nuk është rregullt, por pajtohen pasi e vën idealin e partisë ose idealin atyre që trat përmi interesin e adeut e përmi interesin personal. Kjo është shumë e gabuar. Zoti Kortoçi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua. Ju uroj Faleminderit. një vit marr, urime Krishtlindjet edhe inshallah. Shpresoj që gjërat të ndryshojnë në 2026. Faleminderit shumë.